Mirë se veni në magazinën informative 21 Live News për të ndjekur zhvillimet e ditës. Ndonë se seanca konstituive e kuvendit të ri është paralajmëruar se do të mbahet këtë javë. Deri tash, ende nuk ka asgjë zyrtare nga zyra e presidentit të vendit. Përderisa në koalicionin PAN vazhdojnë të trumbetojnë se i ka numrat e mjaftueshëm për krijimin e qeverisë, në vetëvendosje dhe LDK thonë se zvarritja e seancës konstituive tregon më së miri për numrat e PAN-it. Presidenti i Kosovës Hashim Thaçi ende nuk ka dalë me ndonjë vendim zyrtar për caktimin e datës konstituive të kuvendit të Kosovës, derisa të gjitha subjektet politike që garuan në zgjedhje janë në pritje të kësaj seance. Askush nga stafi i lartë i presidencës nuk ishte në gjendje të deklarojnë se kjo seancë do të mbahet gjatë kësaj jave. Por zyrtar të lartë brenda koalicionit fitues të zgjedhjeve PDK-AAK-Nisma thonë se ende ka kohë për të thirrur këtë seancë pasi që janë brenda afatit kushtetues për konstituimin e kuvendit dhe qeverisë. Koalicioni parazgjedhor, Partia Demokratike Aleanca dhe Nisma me të nominuar zotin Ramush Haradinaj për kryeministër të vendit, akoma janë brenda afatit ligjor dhe kushtetues të caktimit të seancës konstituive, mirë po edhe të krijimit të institucioneve të vendit që kanë dalë si rezultat i zgjedhjeve të 11 qershorit. Në fakt, spekulimet se po shtyhet seanca janë të paqëndrueshme, gjithçka është brenda kornizës ligjore dhe në fakt është në dorën e presidentit se kur eventualisht ai do ta thrasë seancën konstituive, unë besoj që do ta thrasë shpejt, ndoshta dhe brenda kësaj jave, po duhet të pyesen ata dhe më pastaj do të procedohet me krijimin e qeverisë re. Ndërsa lëvizja vetëvendosje konsideron të qëllimshme zvarritjen e seancës konstituive, pasi siç thanë, koalicioni PAN nuk i ka numrat për krijimin e qeverisë. Zvarritja për thirrjen e seancës konstituive dhe zvarritja e procedurave ose shkuarja deri në maksimum e procedurave tregon edhe një herë që ata kanë probleme me kushtet e nevojshme për ta themeluar qeverinë. Normalisht që ne po i presim, por nuk do të duhej askush të llogaritet që ne do të jemi pasiv duke i pritur ata që të peshkojnë si shten ata ndonjë deputet. Pra edhe një herë tha që në këtë mes po bëhet jo vetëm kalkulator i koalicionit PAN, por edhe manipulator me gjithë procesin. Kandidati për kryeministër nga koalicioni LDK-AKR Alternativa, Avdullah Hoti, ka ironizuar me deklaratat e zyrtarëve të koalicionit PAN se i ka numrat për krijimin e qeverisë. Hoti nëpërmjet një statusi në Facebook ka thënë se numrat nuk janë mbledhje e zbritje, por është besim dhe dashuri për vendin. Nënkryetari i PDK-s Enver Hoxha përsëriti se PDK-AAK-Nisma i ka numrat e mjaftueshëm për ta formuar qeverinë. Ne si PDK që në javën e parë mas zgjedhjeve kem mandatuar zotin Kadri Veseli si lider i koalicionit dhe zotin Haradinaj si mandatar për formimin e qeverisë, që këta të jenë në kontakt të rregullt dhe të drejt për drejt me presidentin e vendit dhe tash ju takon këtyre të treve që të shohin se kur janë pjekë rrethanat me qëllim që të mbahet seanca e parë konstituive. Qëndrimi jonë është që si koalicion qeveris i kem votat e nevojshme që ta mbajmë seancën e parë të kuvendit dhe që ta votojmë qeverinë, por a do ndodh këtë javë, a mund ndodh gjatë ditëve të ardhshme, është temë të cilën në detaje mund ta dinë edhe zoti Veseli edhe zoti Haradinaj, po mbi gjitha edhe vetë presidenti Thaçi, me që me kushtetuti takon atij që ta bëjë hapin e parë. Gjatë ditës nëpër media qarkulloi informacioni se sot ishte parapartë të mblidhet kryesia e vjetër e kuvendit për të caktuar seancën konstituive të kuvendit të ri. Por u tha se kjo mbledhje u anulua në minutat e fundit. Për një gjë të tillë kanë mohuar zyrtarët e lartë brenda zyrës për informim të kuvendit të Kosovës. Ndërkohë, shoqëria civile kërkon konstituimin sa më të shpejtë të kuvendit të Kosovës për t'i hapur rrugë krijimit të qeverisë së re. Sipas shoqërisë civile, seanca duhet të mbahet më së largu këtë javë, pasi që, siç thuhet, shumë procese kanë mbetur peng i mosthemelimit të institucioneve të dala nga vota e 11 qershorit. Profesori universitar Mazlum Baraliu e shet të domosdoshme konstituimin e menjëhershëm të kuvendit dhe formimin e qeverisë, në mënyrë që të fillojnë proceset e mbetura në gjysmë. Sipas tij është urgjente reformimi i sistemit zgjedhor që nuk do të prodhonte kaq shumë vonesa. Në mënyrë që të kemi një kod zgjedhor
në të cilin do të rregullohen shumë gjëra, shumë vakume që janë tashmë në këto ligje zgjedhore, po flas për ligjin për zgjedhjet e përgjithshme dhe atë për zgjedhjet lokale, në mënyrë që mos të ndodhin edhe vonesat edhe defektet që ky sistem zgjedhor, pra elektoral, i ka. Artan Murati nga Instituti Demokratik i Kosovës thot se seanca duhet të mbahet më së largu këtë javë, pasi shumë procese kanë mbetur pengi mos themelimit të institucioneve të dala nga vota e 11 qershorit. Tani më është humbur shumë kohë edhe me certifikimin e rezultateve dhe vetëm se jemi duke shkuar në vonesa të tjera, andaj konsideroj që sa më shpejt që është mundur duhet të thirret kjo seancë dhe kjo javë do të ishte e përshtatshme. Komisioni Qendror i Zgjedhjeve më 8 korreki ka certifikuar rezultatet e zgjedhjeve të jashtëzakonshme parlamentare të 11 qershorit, ndërsa pas certifikimit presidenti i vendit sipas kushtetutës ka 30 ditë afat për ta thirrur seancën e parë konstituive të kuvendit. Ndërsa qeveria në detyrë edhe sot mbajti mbledhjen e rregullt në të cilën miratoi pakon fiskale 2. Ministri i Financave në detyrë Abdullah Hoti deklaroi se kjo pako ofron mundësi të mëdha për bizneset për të qenë plotësisht konkurrente me vendet e rajonit. 22 masa të pakos fiskale 2 morën dritën e gjelbër nga qeveria në detyrë. Me njëherë pas kësaj mbledhjeje në një konferencë për media, ministri në detyrë i financave, Abdullah Hoti, sqaroi një nga një masat e kësaj pakoje fiskale të cilën e quajti momentum të ri dhe shumë të rëndësishëm për ekonominë e vendit. Para dhe më rëndësishëm është lirimi nga tatimi doganor për gjitha produktet që konsiderohen si lanë parë në procesin e prodhimit, dhe kjo nuk kupton lirim të kostos e prodhimit për produsit tanë me rreth 10%. E dyta është heqja e normës së akcizës në mazot për qëllime prodhimi, duke i përcaktuar normativat e prodhimit që përdorin kompanitë. E treta është reduktimi nga 18 në 8% i TVSH-s për aktivitete kulturore, artistike, sportive, turistike. Ministri në detyrë i financave Hoti vuri në pa përfitimet si tha jo të pakta të kësaj pakoje fiskale, sidomos në fuqizimin e sektorit privat në vend. E ngrit komplet ambientin për biznes në Kosovë në një nivel tjetër. Është një momentum i ri, shumë i rëndësishëm për zhvillimin e biznesit në Kosovë. Në masë të madhe, këto masa janë vazhdimësie pakos fiskale të parës dhe ofrojnë mundësi që bizneset në Kosovë të jenë plotësisht konkurrente me bizneset në region edhe më gjerë. Miratimin e pakos së dytë fiskale zëvendës kryeministri në detyrë Ramiz Kelmendi e quajti të arritur historike të qeverisë dhe prodhuesve vendës. Lista e pakos fiskale 2 është ndoshta elementi i fundit që prodhimtarin vendore e vendos të barabart me të gjithë prodhuesit e shteteve të regionit. Ministri në detyri bujqësisë Memli Krasniqi kërkoi që të hiqet akciza për verën e prodhuar në vend. Ne duhet të stimulojmë paraprakisht njerëzit cilët e përdorin lëndën e fermerëve të Kosovës që kultivohet në vendin tonë, sepse kjo jep vlerë më të madhe ekonomisë dhe veçanërisht bujqësisë. Me qenë se kemi një masë e cila flet për heqjen e normës të akcizës në mazut në këtë rast, unë kam kërkuar, në fakt e kam shtet kërkesën e vazhdueshme të vertarëve të Kosovës që të hiqet norma akcizës për verën e prodhuar në Kosovë. Në mbledhjen e qeverisë u dha edhe një propozim që të lirohen nga dogana të gjitha produktet që vijnë nga SBA-t. Si që ti jemi miq më të afërt me Shtetet e Bashkuara të Amerikës, dhe kemi dogan me të gjitha prodhimet që vinë nga këto shtete. Ne kemi analizuar çka mundet mu liru si dogan dhe çka mundet mu shtu si qarkullim të shkëmbim të mallarve, që kjo ndikon pastaj në shkëmbimin edhe të njerëzve. Propozimi i zëvendës kryeministrit në detyrë u quajt jo serioz dhe i pa analizuar mirë. Për propozimet kësaj natyre, ne si qeveri vetë dalim jo serioz me fut në ndryshme një propozim për me pas tregti të lirë me një për shtete më të mëdha në botë, në fakt me ekonominë më të madhe në botë. Kjo është e para. E dyta, ne duhet me pas, kur të bëjmë një propozim tillë, me ditë sa kemi ta nxjerrim volumin tregtar
me Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Miratimi i pakos së dytë fiskale vjen pas pakos së parë, e cila nisi së zbatuari nga shtatori 2015-s. Ministri në detyri financave Abdullah Hoti u shpreh se pakoja e parë fiskale ka ndikuar shumë në përmirësimin e kushteve të bërit biznes, duke mundësuar, siç tha, rritjen e qarkullimit në ekonominë e vendit për rreth 2 miliardë euro. Përkundër lavdeve të kabinetit të qeverisë në detyrë për arritjet ekonomike me pakon fiskale 1 dhe 2, ekspertët ekonomistë nuk kanë as pak fjalë të mira për qasjen e institucioneve ndaj zhvillimit ekonomik të vendit. Profesori universitar Musa Limani thotë se qeveria e re duhet të ndrojë komplet strategjinë ekonomike të vendit. Njohësit e ekonomisë kanë vërejtje të mëdha për qasjen e institucioneve në zhvillimin ekonomik. Sipas profesorit universitar të ekonomisë Musa Limani, shkalla e zhvillimit ekonomik në Kosovë është treguesi më i mirë se në çfarë niveli qeveritë deri tashme i kanë dhënë prioritet zhvillimit ekonomik. Normalisht që zhvillimi ekonomik duhet të bazohet në koncepte dhe duhet të krijohet, të hartohet dhe zbatohet një politikë konsekvente. Për fat të keq, qeveritë deri tanishme, pastaj edhe kjo që kishte një akademik në krye të qeverisë, nuk dha kurfa rezultate në këtë drejtim, nuk hartoi dhe nuk zbatoi politikë konsekvente. Për këtë arsye, pra kemi trende negative. Pritjet e qytetarëve nga qeveria e re nuk janë të mëdha, ata nuk shpresojnë shumë për ndryshime të mëdha në të mirë të vendit. Presëm pak më mirë, po ne kanë humb shpresat. Inshallah bond më mirë, veç pak shpresa. Tash ndohet ndakush për me nërejsh, me përmirësu këtë vend mirë, po. Nuk pres në ndryshim thelbësor, sepse po mendoj që do të vazhdon ajo avazi vjetër, edhe nëse formohet qeveria e re. Si qytetari Kosovës pres që qeveria e re duhet të punësoj rinin më tepër për mos i leju me shku në botën e jashtme me humbë tërësisht. Vallaj si përpara, ku gjëmbë, ndryshimit të shumë problem, s'ka këtë gjë. Vallaj, presëm me në animua pak ma shumë se vetë peshohëm që shë gjendja ekonomike, veç me në punësue, me në shtim puna, pas të rusë më mështi nuk e gojle, punej. Njohësi ekonomisë Musa Limani ndërkaq vlerëson se qeveria e re duhet të fokusohet në ndryshime rrënjësore të strategjisë për zhvillim ekonomik. Qeveria e re normalisht nuk duhet të trashëgoj atë praktikën e mapashme në politikën e zhvillimit ekonomik. Ajo duhet të bazoj zhvillimin ekonomik në strategji, në koncept. Qeveria e ardhshme, kushdo që tjetë në qeveri, pra duhet të bëj ndryshime në politikën e zhvillimit ekonomik dhe atë duhet të bëj reforma rrënjësore ekonomike. Shkalla e lartë e papunësisë në vend mbetet një nga shqetësimet kryesore të qytetarëve, andaj kërkesë kryesore për institucionet është hapja e vendeve të reja të punës për të zbutur jetën socio-ekonomike të tyre. Qeveria në detyrë ju vazhdoi mandatin 3 vjeçar 4 sekretarëve të përhershëm. Në Ministrinë e Financave ju vazhdua mandatin Naim Baftiut, në Ministrinë e Punëve të Jashtme Fitim Sadikut, në Ministrinë e Bujqësisë Kaplan Halimit, si dhe në Ministrinë e Kulturës, Rinisë dhe Sportit mandati ju vazhdua Veton Ferizit, ndërsa Berat Havolli u emrua këshilltari i qeverisë për Bankën Evropiane për ndërtim dhe zhvillim. Kryetari komunës së Mitrovicës së Veriut Goran Rakić është zgjedhur kryetari listë serbe. Kryetari zgjedhur Rakić tha se në fazën e ardhshme të zhvillimeve do të angazhohet që lista serbe të punojë edhe më shumë për të drejtat e komunitetit serb dhe komuniteteve tjera pakicë në Kosovë. Po ashtu është marrë vendim që lista serbe ta shëtutje të gjitha vendimet t'i marrë me konsensus në kryesinë e partisë dhe në konsultime me Beogradin zyrtar. Qëllimi politik i listës serbe u tha se është që të ruhen interesat serbe në Kosovë. Para Rakićit, listën serbe e ka drejtuar Slavko Simić. Gjykata kushtetuese e Kosovës e ka shpallur të pavlefshëm vendimin e Këshillit Gjyqësor të Kosovës për zgjedhjen e Hasan Shalës në krye të gjykatës së apelit. Kushtetuesja ka gjetur se Këshilli Gjyqësor ka shkelur disa nene të kushtetutës kur ka vendosur që për kryetar të apelit të votojë Hasan Shalën. Vendimi është bërë bazuar në kërkesën e gjyqtarës Tonka Berisha si njëra nga kandidatët për të udhëhequr me gjykatën e apelit. Pak minuta pasi ka marrë vendimin e gjykatës kushtetuese, kreu i apelit ka liruar karrigën e tij për t'i hapur rrugë zbatimit të aktgjykimit të kushtetueses. Me këtë vendim, gjykata kushtetuese kthen në pikën 0 procesin e përzgjedhjes së kryetarit të gjykatës së apelit.
Rikthehemi në studio me zhvillimet në rajon. Një numër i madh i qytetarëve të Shkupit kanë ofruar akomodim falas në shtëpitë e tyre për tifozët anglez të Manchester United, të cilëve ju anuluan rezervimet nëpër hotele. Një tifoz anglez tregon për televizionin 21 në Shkup se si po plaçkitën nga hotelet ku kishin rezervuar fjetjen me qëllim që të ndjekin Superkupën kundër Real Madridit që do të mbahet në Shkup më 8 gusht. Miki dhe Aleksandri po bëjnë planët për Superkupën e 8 gushtit. Ata janë bërë shok dhe i bashkon ekipi tyre i zemrës, Manchester Unitedi. Interesimi i tifozëve anglez për të ardhur në Shkup ka bërë që çmimet e hoteleve të prekin majat, andaj disa të rinj kanë hapur dyert për t'i pritur ata falas në shtëpitë e tyre. Miki i ardhur nga Londra thot se tifozët anglez ndjehen të mashtruar nga hotelet e Shkupit. Sipas tij, rezervimet që i kanë bërë muaj më parë u kanë anuluar kinse për shkaqe sigurie, siç thot ai, për t'i lënë hapur rezervimet e reja me çmime shumë fisht më të larta. It's a wonderful gesture from the Macedonian people to, after the hotels have obviously attempted to rip the English off. We've never had it before in all the places we've been, all the countries that we've visited. No country has ever, the hotels have never tried to rip us off like this before. The response from the Macedonians to stick together, to let the English come over, is absolutely a fantastic gesture. Wonderful, just showing you how great the people are in Macedonia. Një iniciativë për akomodim falas të anglezëve në Shkup kanë marrë tifozët vendas të Manchesterit. Aleksandar Zelenikovski thot se mikpritjen që e kanë pasur nga ishullorët ka ardhur koha që t'ju kthejnë më të mirë për Superkupën e 8 gushtit që do të luhet në Shkup kundër Real Madridit. Да се покажеме како dobri gosti, jednostavno so cel. Të tregojmë si një koqir të mirë që nëse dikush prej tyre do të vijë sërish në vendin tonë, mos të ndjeti i plaçkitur ose i mashtruar me çmimet e hoteleve që kemi dëgjuar ditëve të fundit. Këto zëra janë të vërtetë sepse kontaktojmë me shumë prej tyre, por nuk duam të lejmë përshtypje të keqe për Maqedoninë si një koqire një spektakli të tillë futbollistik. Tifozët anglez dhe ata spanjoll për alternativ kanë rezervuar në qytete tjera hotele e bujtina, por edhe në shtetet fqinje, si për t'u akomoduar, ashtu edhe për fluturime në Tiranë, Selanik, Sofia e Prishtinë. Nga qyteti i Shkupit thonë se çmimet e larta mund të kenë kundër efekt që t'i largojnë tifozët nga Shkupi. Ja si më apeliram do Unë ju bëj thirrje të gjitha objekteve hotelerike mos ta teprojnë me çmimet, ato të jenë normale për shkak se mund të na ndodhe kundërta, që mysafirët të cilët duhet të vinë në Shkup të shkojnë në qytetet e tjera. Nëse nuk flen këtu, po vinë vetëm për të parë finalen, nuk do të shpenzojnë para në shitore as restorante. Nga uta ekonomike Maqedonisë thonë se Inspektorati i Tregut duhet të vihet në aksion për të ndaluar abuzimet me anulimin e rezervimeve të mëparshme, kurse sipas tyre çmimet janë çështje konkurrence. Cienite se pazarna kategoria? Çmimet janë kategori e tregut, në të cilat kompanitë nuk guxojnë të bashkohen për t'u marrë vesh. Roli ynë ndalon në segmentin e ndikimit të çmimeve. Ajo që ne mund të propozojmë është eksperienca e kompanive anëtare të Odës Sonse ku mund të ndikohet në përmirësimin e shërbimeve turistike. Sipas agjencive turistike, tifozët anglez kanë rezervuar 10 fluturime charter për të ardhur në Shkup për ndeshjen Manchester United dhe Real Madrid. Në shkollën e muzikës, Lorenz Antoni po mbahet festivali i muzikantëve të rinj të Mesdheut Muzika një urë mes popujve. Në këtë festival po marrin pjesë mbi 100 muzikantë nga shkolla të ndryshme nga Kosova dhe rajoni. Ambasada italiane në Kosovë organizoi edicionin e 4 të projektit Muzika, një urë midis popujve dhe shkollat e muzikës për paqe, që bashkë me IPSIA organizojnë që nga viti 2013. Kjo nismë e vë muzikën si një mjet për të ndërtuar ura mes popujve dhe t'i thyej muret, fal natyrës së saj të veçantë të gjuhës pa fjalë, me qëllim që të nxjisë marrëdhëniet ndërmjet komuniteteve dhe të rinjve në pjesë të ndryshme të Mesdheut dhe të Ballkanit Perëndimor. Ashtu si çdo vit, aktiviteti duke përfshirë mësimet e flautës, klarinet, fizarmonik, violin, viol, violonçel, piano, po mbahet në shkollën e muzikës Lorenz Antoni në Prizren me pjesëmarrjen e mbi 100 personave, të cilët vijnë prej shkollave të Shqipërisë, Bosnjës dhe Hercegovinës, Maqedonisë, Malit të Zi, Rumanisë, Serbisë, Slovenisë dhe nga gjitha shkollat e muzikës në Kosovë.
Në natën e parë në skenë u ngjiten profesorët e muzikës italian, sloven e shqiptar. Mbrëmjen e hapi profesoresha violinës Grazia Seradimigno. Profesorët të tjerë të muzikës nga Italia ngjitën në skenë veprat e kompozitorëve si Gaetano Donizetti, Ludwig van Beethoven, Claude Debussy dhe Riccardo Tessi. I pranishëm në natën e parë të festivalit ishte dhe ambasadori italian e Kosovë, Piero Sardi. Ne kemi financuar këtë aktivitet, është viti 4 që organizohet dhe besojmë se kultura është e rëndësishme që të bashkojë njerëzit dhe ky projekt është pjesë e marrëdhënieve bilaterale me Kosovën dhe shtetet tjera të regjionit. Ky organizim bëhet me qëllim që të rikrijojmë lidhje në mes të popujve të këtij regjioni dhe pse jo, me italianë e spanjoll të cilët ndonjëherë harrojnë historinë e Ballkanit dhe harrojnë se sa është e rëndësishme për Evropën. Drejtori i shkollës së muzikës Lorenzo Antoni në Prizren, Vesel Krasniqi, pohoi se në këtë festival marrin pjesë mbi 100 nxënës nga të gjitha shkollat e muzikës në rajon. Me datën 18 do të bëhet përzgjedhja e më të mirëve për të marrë pjesë në edicionin e radhës që do të bëhet në Itali me mashatarët e tyre me orkestrën të përbashkët. Edhe pse shkolla muzikës Lorenzo Antoni funksionon me kushte të vështira, vërtet mësimdhënësit dhe nxënësit kanë bërë një punë të madhe, kështu u shpreh drejtori i drejtorisë arsimit në Prizren, Zadin Shemsedini. Dhe ky koncert vërtet ishte i mrekullueshëm dhe në të vërtetë është nder për qytetin e Prizren që organizohet ky koncert sonte këtu në Prizren. Të kënaqur me organizim dhe publik ishin edhe vetë muzikantët pjesëmarrës. Një koncert shumë i bukur dhe vërtet jemi të kënaqur. Është hera e parë në Prizren, mikpritje shkëlqyeshme dhe çdo gjë e organizuar perfekt. Unë u kënaqa, është viti i 5 që kthejna në Prizren për këtë masterclass. Çdo vit është vit më i pasun. Ishte kënaqësi të luaja këtu, në këtë shkollë, në projektin e Ipsias në Prizren. Që 5 ditë jemi në Prizren dhe kjo është nata e parë që performova në këtë koncert, po ja kalojmë mirë. Unë jam nga Italia, nga Modena, afër Bolonjës, quhem Grazia, luaj me violin dhe jam mësuese e këtij instrumenti, ja kaluam për mrekulli. Festivali muzikës, muzika një urë mes popujve, do të mbahet deri në 18 korrik. Tu e përfundojmë këtë edicion lajmesh, faleminderit që na ndoqët dhe mirëmbëngjes.